këtë arritje. Unë e them si lehtësi. Mua, kur kam qatin, unë mendoj se kam një asistente të dytë atje. Shiko, unë kam thonë edhe për zhvillimet e tjera që kanë diku një jetën tonë fushë e teknologjisë. A shumë mendonin edhe ato që thanë kur shpikin e telefonit, apo për shpikin e kompjuterit, që do ngelin shumë gjëra tjera nuk do funksiononin. Tani gjithmonë kanë qenë... Kam ngell, lojrat e fëmijëve kam ngell... Jo, janë avancuar në një fazë tjetër zhvillimi. Çështja është që teknologjia gjithmonë është zhvilluar mbi bazën e qëllimit përdorimit. Ka shtete që e përdorin për keq dhe sulmojnë gjithë shtetet e tjera, për shembull në aspektin e sigurisë kibernetike. Ama ka shumë shtete tjera që janë zhvilluar për të mbrojtur në këtë fushë. Çështja është teknologjia dhe inteligjenca artificiale, sidomos, është sipas qëllimit të ose objektivit që ke ti si përdoruar. Ai tha nuk lozi për fëmijë. Qëllimi i tregtarit tek Republika e Platonit është që të fitoj sa më shumë, dhe ti që ke biznes IT-e, që të fitosh sa më shumë, duhet të kesh sa më shumë varë. Unë mendoj që Platoni do mendon të ndryshë. Karma është revoltuar kaq shumë me këto tekstet e ndyra, me këto tekstet e pista, me këto tekstet vetëm e të shame. Po, ta bën inteligjenca artificiale, vetëm thuaj më bëni tekst. Jo, është revoltuar me këto tekstet që kanë dalë nga dora e njeriut. Sa tekste këngësh ke? Sa të duash, Po, pa që fund. janë të pista për të dëgjuar. Nga 90-a. Jo, dhe qati ta bën me fjalë pastrat paktën. Nuk të jep. Jo, qati t'jep çfarë kërkon ti. Mos e gatroj gjën. Qati t'jep çfarë. Jo, ka një fare etike që ruan. Ka etikë pra po them tani. Ka fjalë bllokuese. Në çdo lloj gjuhë ka fjalë të pista e ka të bllokuar. Është karma. Tani konkretisht. Donin këta ta bastardonin këta, jo ai, sa ai është artist. Po donin ta bastardonin, ta shkatronin.